Mëngjesin e dieshëm ka qenë i ftuar në një emision Valbona Mhilli. Ajo komentoi mbi ndodhjet e fundit brenda shtëpisë së famshme në Shqipëri. Gjatë intervistës, Valbona pyete në lidhje me surprizën që u bë Egli Takos. Pas rrëfimit të linjës së jetës të dhoma e surprizave, banoren e priste ishte partneri i saj Olci Bylyku. Ky i fundit e vlerësoi për fjalët e mira dhe vlerësimin që Egli ka patur për të dhe e ka shprehur edhe brenda shtëpisë së famshme. E pyetur se si e ka parë ajo këtë moment, Valbona shpreh se ishte e sikletshme dhe kjo gjë u vë re tek Egli. Sipas gazetares, Olci ishte pak më i dashur ndaj saj, ndërsa banora ishte shumë e mpirë dhe shumë e ftohtë. Ishte e sikletshme dhe u lexua te Egli, një takim që nuk ishte ndodhur kurrë mes tyre. Olci ishte pak më i dashur ndaj saj, ajo ishte e mpirë dhe e ftohtë, duke sikur kënaqe, por ishte në vështirësi, por kishte edhe shumë gjëra në përdhëm që nuk ja thoshte. Shoh tek Egli që e ka projektuar shumë keq ndarjen. Nëse do ndodhte larg kamerave, kush e di si do ishte biseda mes tyre dhe çfarë do thoshte Egli, u përgjigj Valbona deri diku me të drejtë. Lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.